Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakojmë sërish së bashku këtë herë për të ndarë një histori shumë të dhimbshme me ju. Një histori shumë të ndjerë, një histori shumë të prekshme. Këtë rrëfim na ka shkruar një nën, e cila tregon tmerrin që i ka ndodhur në jetën e saj. Pas vdekjes së djalit, ajo ka vizituar shpesh varin aty në fakt ku ka gjetur ngushëllimin dhe ka vënë lule. Por, si për atyre luleve që janë mbushur plot, ka patur një mesazh. Ajo ka parë një ëndër që i ka ndryshuar rrugtimin e jetës. Djali i saj i ka dalë në ëndër dhe i ka thënë diçka. Çfarë thot kjo nën? Unë jam një nën, dhe fjala nën që nga ajo ditë nuk ka më kuptimin që kishte dikur në jetën time. Djali im ka vdekur, po kështu e them edhe sot. Thjesht ftohtë, sepse nëse e them me një zë të lartë siç e ndjej, zemra realisht më çahet për së dyti. Ishte dita më e zezë e jetës time, një ditë që nuk mbaroi kurrë. Trupi i tij ishte aty, por shpirti i tij jo. E përqafova, e thira në emër, i fola sikur ishte i vogël, por ai realisht nuk më dëgjoi kurrë. Pas varimit, njerëzit ikën. Shtëpia u bë bosh. Zëri i tij u shua nga muret. Por dhimbja u vendos në shtrat së bashku me mua. Nuk flija. Kur mbyllja syt, e shihja fytyrën e tij. Kur i hapja, më dukej sikur do të hynte nga dera edhe të më thoshte: "Nën, unë jam këtu." Netët ishin feri dhe një natë, çuditërisht, erdhi ëndra e parë. E pash djalin tim, jo si në arkivol, por siç ishte gjithmonë, i gjallë, i zbehtë, shumë i zbehtë. Qëndronte përballë meje dhe nuk fliste fare. Syt i kishte të friksuar, të jepte ndjesinë sikur po vuante. I thash: "Birë, pse nuk flet? Pse më shikon ashtu?" Dhe pa pritur, zëri i tij doli rënd. I lodhur shumë dhe më tha fjalën që ato fjalë që më i tha më shkuan deri në palcë. "Nën, më hiqni lutjet nga sipër, se mua po më mbysni, po jo lutjet që i bëni ju me zë, por lutjet që i bëni me lule. Më hiqni lulet." U zgjova duke bërtitur. Djersa më kishte mbuluar krejt trupin. Zemra më rihte sikur do të më dilte kritësisht nga gjoksi. U ula në shtrat edhe qava me zë. Jo si nën, por si një grua që po e humb mendjen e saj. Thash me vete: "Është vetëm ëndër, është vetëm dhimbja ime." Por ëndra u përsërit. Natën tjetër, u përsërit edhe natën tjetër, edhe prap. Gjithmonë i njëjti mesazh: "Nën,
lulet po më rëndojnë. Unë që gjithë jetën i kam mësuar njerëzit që të marrin lule dhe të vizitojnë varet. Unë që nuk kam lënë natë pa ju lutur Zotit për fëmijët e mi, tani djali më thoshte se lulet po e mbytnin. Fillova të friksohem, jo nga ëndra, por nga kuptimi i saj. Nuk i tregoja askujt se kush do ta kuptonte një nën që flet me të vdekurit në ëndër, por një natë unë nuk durova më. Shkova tek vari i tij herët në mëngjes. I fola tokës, i fola gurit, i fola si të ishte para meje. Bir, çfarë do të thuash? Çfarë po më kërkon? Dhe atë ditë një plak më tha diçka që më driti shpirtin. Ka lutje që bëhen për shpirtin dhe ka vaj që e lidhin shpirtin pas tokës. Atëherë kuptova, unë nuk po lutesha, unë po e mbaja të lidhur me dhimbjen time, me vajin tim, me britmat e mia dhe me lulet që po ja dërgoja çdo ditë. Ai nuk kishte paqe, sepse unë nuk e lija që të ikte. Atë natë u ula vetëm, ndosa një qeri, edhe nuk qava, nuk bërtita. I fola e qetë, birë, shko në paqe. Nëna do t'jetoj me dhimbjen, por ti mos vuaj më. Që nga jo natë, ai nuk më doli më në ëndër asnjëherë. Dhimbja nuk iku, nuk ikën as lotët, por ëndra e tmerrit u ndal. Sot jetoj me një plak që nuk mbyllet, me një dhomë bosh, me një emër që nuk e thëret më askush realisht, por kam mësuar diçka të hidhur nga kjo histori. Ndonjëherë dashuria jonë dhe lutjet tona mund të na lëndojnë pa e ditur. Unë jam nën, edhe do t'jem nën edhe kur të mbyll syt për herë të fundit, por sot e dua djalin tim aq shumë sa e lash që të shkoj. Këto janë fjalët e kësaj nëne, e cila foli në një gjuhë dhe në një formë, tregoi historinë e të birit.